Nisemi për një udhtim 3 ditor në Berlin. Për mua është hera e parë, po për Jasharin jo, që kështu le të shikojmë se çfarë na ka përgatitur. Deri pak t'ju tregoj the outfit of the day. Jam veshur pak si katunare, por Nike, çanta, kufjet që nuk mungojnë, edhe let's go sepse jemi vonë. Le të fusim valixhen në bagazh. Opa. Jemi vetëm 2 net që kështu 2 valixhe të vogla. Dhe ikim se na filloi burri duke bërtit. Sa po kaluam kontrollin e pasaportave. Na erdhi edhe mëngjesi, jemi tek terminali privat. Tani po ikim për tek avioni. Inauguruam edhe atletet e reja me një rast. Toke bos. Avioni u nis edhe unë kisha vendin nga dritarja dhe po m'bënte shumë përshtypje se sa të sistemuara ishin tokat atje dhe shtëpijat. U kthon kohë Gjermani mo. Këtu ishte momenti i zbritjes së avionit edhe siç e shikoni nga tronditja e ka zbrit si sytë vet, por rëndësi ka që mbërritëm shëndoshe mirë se çrëndësi ka kjo. Për të shkuar në Berlin ne kishim tranzit në Munich. Një 2 orë tranzit, por e kaluam duke parë serial. Me të thënë drejtën u lodhëm u bëm telef, po ky ishte avioni i fundit drejtë për në Berlin. Më në fund. Sa po arritëm në Berlin, sa dolëm nga avioni dhe tani duhet dalim nga aeroporti. Gjithmonë ju këshilloj të merrni një asistent për valixhet, në këtë rast burri. Është shpëtim goca, ju sugjeroj. Hotelet në Europë janë katastrofë edhe çmimet domethënë janë super të kripura për të marrë një lloj, nuk e di çfarë të minimalen. I kërkova hekur edhe e morëm vetë se nuk ta sillin në dhomë, imagjinoje të shërbimi. Me kaq sa kemi paguar për këtë hotel, do ishim një javë në Antalya all inclusive. U ndruam, u bëm gati për të dalë tani edhe për të mbyllur disa punë, pastaj për të eksploruar qytetin. Outfiti është shumë i bukur, por kush do ma shikoj këtu në Gjermani mua? Mbaruam shumë punë këtu, tani duhet të hajmë çik se s'kemi ëngra asgjë gjë. Solli për qef, po përfundum me halle. Morëm këto mjetet. Skuter dhe me thënë se keq muhabeti. Hajde Jashari tash. Ndërkohë duke ecur në rrugët e Berlinit, takojmë një shqiptar komplet rastësisht. Ka janë shanset që 2 shqiptar nuk njeh fare të takojnë në Berlin. Ndërkohë që është hera ime e parë që vi në Berlin, ose vi shpesh, a kupton? Hëngrëm pak bukë që e morëm veten, edhe gjetëm taksi për të shkuar në hotel tani se do kishim tek ndryshe. Mbaruam edhe ca takime tjera, tani po hajmë sushi. Shikoni pak se sa i madh është një racion sushi këtu, nuk ta nxjas goja. Anyway, tani do e mbyll se jam shumë e lodhur, do ha pak bukë, do shikojmë edhe një serial me Jasharin edhe natën.